Edhe ringu i boksit të bëjmë në Big Brother do të ishte bukur, si thua ti? Më falë, ju kam ca kohë që ju ndjek dhe ju shikoj në çdo. Është miku im edhe respektoj shumë, e çmoj shumë. Big Brother, ka shumë jetë pas një shans se po flisin që keni një karrierë shumë vjeçare, besoj që edhe ju të njëjtën gjë po bëni. Po shkoni kudo ku ju thrasin dhe po e përdorni për veten tuaj, apo jo? Unë nuk e përdori për veten time, po e për dhunën nuk e dua, domethënë varësisht të çka ndodh në një reality show, unë domethënë ata që reklamojnë veten gjoksin aty, edhe që reklamojnë veten duhanin që pinë tër ditën dhe birat alkolike, nuk e bazojnë në mënyrën pozitive, në mënyrën të mire këtë që e bëjnë ata. Ata që e kanë karrierën, më fal lutem, nuk e përfundova. Të lejova, të respektoj shumë, çmoj, jemi friends në gjitha rrjetet sociale, edhe të çmoj shumë shkrimet e tua dhe të përgëzoj, sepse je tamam i sakt. Por tani nuk, nëse bisedojmë ne, nuk duhet të dalim i dhënuar nga kjo biseda. Por atë që e shoh disa që e marrin, domethënë në reality show, që e marrin në Big Brother apo diku tjetër, vetëm që janë të bukura, nuk është bukur ajo, sepse aty nuk japin asgjë. Për shembull Xheneta çka ka thonë, vetëm shele gojën, turp, kjo, flas për Big Brother, edhe këtu, edhe Kosovë, edhe Shqipëri që e kanë lejuar të futet brenda. Zotëri Rexha, do të pranoni ty në një format të tillë? Mund të ndërhyj lutem? Patjetër. Nuk më pëlqen fare kjo qasje krejt pozitive, se zotin Rexha e kam ndjekur dhe vetëm për aktin e dhunës ka folur, nuk e di në të gjitha emisionet, pra jeni ju ata që po e shfrytëzoni këtë dhunë, ndërkohë që thoni që këto personazhe vetëm për dhunë po japin në Big Brother. Atëherë ju pse duhet ta komentoni dhe duhet të analizoni një veprim që ka bërë Jozin në rastin konkret? Sepse unë mas parë jam shqiptar, edhe ne të Kosovës kemi pa lufte më shumë se ju Shqipërisë. A kupton? Jo, më rregull, ta them ka mundësi të më lejosh, fal. A ka mundësi të më lejosh opinionin tim? A kupton? As Jozi, as Gjesi, as Labinot Rexha, as Zonjusha, as Zotniu nuk e përfaqëson Shqipërinë as Kosovën. Shqipërinë e Kosovën e përfaqëson Ismail Qemali, Isa Buletini, Skënderbeu, a kupton, Adem Jashari, Zahir Pajazidi, Agim Qeku, Agim Ramadani, më falni, po edhe ata, patjetër, se ata kanë qenë ushtarak. E kështu që nuk ka kush që mund me nda Shqipërinë dhe Kosovën. Ne jemi një komb, një gjak, por unë kam shkrujt sepse Jozën e kam mik shpijes, e kam pas mik, por në tjetë edhe djali im, edhe në tjetë edhe vllau im, unë e dhunën nuk e them bravo. E kështu që, era e parë jam i pari njeriu, era e parë, nëse flasim për këtë, sepse pja marri gjithë kohën unë, nëse era e parë, dhe më thënë, kur kam biseduar, e kam përkra, sepse Josefin Marku ka qenë një djalë të cilë më ka trem gjithmonë, kur kemi flajt me një banes, kur kërnojshim bashkë, më ka trem natër, më qoj ke erëm, e nuk kam di qa ka pas. Nuk kam mund të dëshifroj. Këtë mua s'më duket e hishme që ti ndan histori personale thjesht për të njollosur figurën e tij. A di pse e kam personale, sepse era e parë kur unë e kam përkra edhe kam thënë sepse ka qenë një djalë i cili ka ndihmu shumë kosovar, domethënë shqiptar të Kosovës kur ka pas nevoja, edhe nuk ka kush e mohon, nuk ka shpirt të keq. Po dhunën, tash paramendoj djali im me qenë në reality show, edhe unë duke shikuar televizionin, edhe dikush më ia fut boks. Ajo është turpa, a di çfarë djenja është për prindrit ajo. Ajo është djenja pa përshkrume. Këtë kam dashur me thënë. Nuk e mohoj që është këngëtar i mirë, nuk e, domethënë, këngëtar i keq apo i mirë, është këngëtar shumë i mirë, këndon mirë, por Jozi... Si janë raportet sot me Jozin, me qenë se ai ka tentu me më thirr, unë kam tentu me ndihmu që mu pajtu, sepse nuk duhet me pas dhunë mes neve shqiptarëve, sepse... Dhe si përpjekje, ka pas një rezultat? Do të ketë, sepse duhet mu pajtu, sepse fundi, ai që është i mençur, ai që është djalë tamam autokton shqiptar, duhet me falë, sepse ne i dimë edhe të falimi.